rezolutën e dënimit të genocidit serb në Kosovë. Një rezolutë e tillë është miratuar nga Parlamenti i Kosovës, por e vërteta është që rezoluta jonë bënte fjalë për genocidin ciklik të serbëve ndaj shqiptarëve. Shqiptarët duhet ta dinë se një nga genocidet më të para të regjistruara në regjistrat e genocidit në botë është genocidi i Lumës, i fshatrave të Lumës, në të cilën në vitin 2013 serbët, të cilët kishin një mbështetje të madhe ndërkombëtare, se po i kundërvjeshin edhe Perandorisë Osmane, neveritën dhe horrifikuan, të merruan botën me krimet pa imagjinueshme, pa para gjërat herë sipas shumë vëzhguesve që kryen në Lumë dhe kryesisht në fshatin Pobreg, por edhe në 32 komunitete të tjera. Ky genocid i Lumës ka kaluar i pa shqyrtuar, i pa vlerësuar, është i shkruar në gjitha traktatet për genocidin, po jo në historinë shqiptare, janë disa studios që kanë nxjerrur. Pas tij ishte masakra, genocidi i Tivarit. Shqiptarë të mbledhur, pa asnjë lloj fajt veçse për etninë shqiptare, u dërguan dhe u vendosen para Mitroloza, kaluan territorin shqiptar, po meqense këtu ishte pjesëmarrëse edhe udhëheqja politike e Shqipërisë, paktën për kohën që kaluan mbi territorin, edhe këtë historia e Shqipërisë e mohon, e injoron. Tani kemi të bëjmë me një zhvillim tjetër, kemi të bëjmë me genocid